الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falenderojmë Allahun e Madhërisëm, Atij i lartë, prej Tij ndihmë në falje kërkojmë mbrojtje dhe sejtë tek Allahu nga tërësiat e shpirtit tonë dhe nga veprimet që janë në punët tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush të humbje, dhe atë që Allahu në drejtësi dhe në humbje nuk ka kush. Dëshiroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është një vetëm parivar. Dëshiroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i dërguar i Tij. S'ka dyshim se fjalët më të mira janë fjalët e Allahut, ndërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjërat e këqija shumëtuara në të dëshmibrat të të çdo bidat të dërgën në humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarr. Vëllezër të nderuar, jemi në komentimin e librit Umdatul Ahkam të autorit Hafidhit Abdul Ghani al-Maqdisi rahmetullahi alaihi, i cili thot Kitabu Tahara, kapitulli i pastërtisë. Autori ka filluar me kapitullin e pastërtisë, që janë rregullat e abdesit, tejmumit, ghuslit dhe meseleve të tjera që kanë mjedisshmëri me këto tematika. Kryimet e pastërtia, sipas shkencës së fikut, ndahet në dy lloje: pastërtia shpirtërore apo e zemrës dhe pastërtia trupore. Kryimet e pastërtia e shpirtit, e zemrës, nuk do ta kuptojmë këtu pretendimin që nëse primati me këtë çështje marrin mistikët, sufit, por pastrimi i zemrës së shpirtit nuk ndodh me ato bidatet devijante që i posedojnë sufit, por pastrimi i shpirtit e i zemrës, i brendësisë së njeriut, besimtarit, realizohet vetëm sipas metodës kuranore dhe asaj. Çdo gjë që del jashtë Kuranit dhe Sunetit, ajo është jo e pranuar, por përndërzi e refuzuar. Prandaj sufit nuk kanë bëjnë asnjë gjë me pastërtitë shpirtërore sipas konceptit kuranor, por se mendësia e tyre është një besim i cili
bazat, origjinën e saj ka tek besimet pagane, hinduiste, budiste, pastaj prej jehudëve, nasarëve e shumë të radhë. Prandaj gjendja e brendshme e njeriut, siç e potencuam, rregullohet me atë që ne ka udhëzuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë tematik ka shkruar mjaftueshëm Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahmetullahi alayhi, ashtu dhe Ibn Qayyim al-Jawziyja, se ka përmendur veprat e zemrës, veçanërisht kur veprat e zemrës i kanë pajtueshmëri të Kuranit dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk do mend se edhe pasuria shpirtërore është një gjendje e cila e shoqëron përderisa ai mundohet për me përsos kompetencinë e tij me përkushtim të udhëzimit fillore. Kur jemi te pasuria trupore, ndahet me dy lloje. Pasuria nga ndyrësirat dhe e dyta pasuria nga papasuria jo lëndore. Pra nga ndyrësirat kemi qanë nga ato gjëra që të ndytin, që materiale, si urina e shumë në. Ndërsa e jo lëndore, këndahet e madhe dhe e vogël. Dhe këtë papasati jo lëndore e eliminon pastrimi i tërësishëm i trupit, gusti, nëse është me pyetje qenja në gjënur, apo pas përfundimit të menstruacioneve, dhe abdesti i cili e pastron muslimanin nga papasatia jo lëndore e vogël, ku që njeriu e fryt urinë, për të qenë i pastërt në pasatin që bëhet legjitim për të hyrë në namaz, a duhet marrë abdest. Dhe zëvendësimi i kuslit dhe i abdestit është tejmumi. E që këto tema, se dhe Allahu subhanahu wa taala do të vjen ata edhe të sqarohen. Hadithi i parë që e ka shënuar Hafidh Abdul-Ghani al-Maqdisi, rahmetullahi alayhi, tek Kitab al-Tahara, kapitulli i pasatisë, është hadithi i njohur transmetuar nga Omer radiallahu ta'ala anhu. شنن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nga Omeri ibn Khattabit, Allahu që knaqur me të treguar se ka thënë, e kanë dëgjuar të dërguarin e Allahut, paqja, bekimin dhe shpëtimin i tij qoftë mbi të thotë, innama al-a'malu bin-niyyat, وفي رواية بالنية. Vërtet veprat bëhen me niyet e qëllime. Në transmetim ka ardhur me niyet e qëllim e njerëzis. Po innama likulli imri'in ma nawa. Dhe secillit i takon shpërblimi në bazë të asaj që ka pas për qëllim. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Kur do të shkojë hijretin për Allahun dhe të dërguarin e tij,
hijreti I tij është për Allahun dhe të dërguarin e tij. ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. E kush bën hijret për të arritur bën hijret kësaj dynjaje apo për të martuar një grua, hijreti I tij I takon asaj që ka pasur për qëllim. Kjo është hadithi që transmeton Buhariu dhe Muslimi në Sahihun e tyre. Buhariu e ka filluar Sahihun e tij me këtë hadith, hadithi I parë në Sahih Buhari, ndërsa Muslimi shënon në numrin 1907. Pra, dietarja Abdullullani e Maqdisi e ka filluar me këtë hadith duke e pasuar Imam Buhariun rahmetullahi alayhi. Dhe dikush mund të thotë se çfarë ka lidhje ky hadith kur e sëmojnë Imam Buhariun me temën që e ka shtjelluar që është fillimi I shpalljes. Ajo që duhet ta kuptojë secili se ky hadith mesazhin e ka të qartë që robi çdo veprim që e bën, çdo fjalë që e flet, çdo këshill që e bën, pra këtë personaliteti I tij përqen në përshmërinë atë që Allah e don, duhet që ta shikoj rëndësinë e vetë sinqeritetit si e ka. Edhe është me të drejtë që robi me fillu libër në këtë hadith, shkrimin në këtë hadith, kur do me këshillu dikon që nëse shkruan një libër këshillues për muslimanët, për radhë parë kupton këtë hadith, e dinë se nëse nuk është I sinqert, qyshe e këshillon dikon për në rrugën e vërtet kur ti vetë nuk je I sinqert. Dhe ai I cili e lexon me vëmendje fjalën profetike, përmes së cilës dërguari I dashur na kujtoi se kujdesni sinqeritetin tuaj, qëllimet e juaja, pastroni, jepni Allahun në mëdhëshëm. Andaj, ata që mundohen me ullë Imam Buhariun, sepse është në këtë hadith të pare në Sahihun Buhari, ata zemrat I kanë të smuta, se nuk mundet I zemrët e pasët e sinqert duke e njohur personalitetin e djetarit të madh Imam Buhariut me pas qasje negative kundër tij. Prandaj edhe djetarit të Albani e Maqdisi e ka filluar me këtë hadith madhështor, nga hadithet e rëndësishme, e që është argument shumë mesele në fikë o në temat e tjera. Këtë hadith, siç edhe e lexuam e transmeton sahabiu I madh Omar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu.
Ky është e prej 10 përgëzuarve me xhenet. Në këtë botë e ka ditë se është një xhenet live. Ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për vetën e tij se jam në xhenet, vetëm që është në xhenet, Umeri që është në xhenet, shumë radhë për sahabin tjerë. Kjo është Khalifja e dytë të muslimanëve, që ka ardhur pas Abu Bekrit, radhiyallahu ta'ala anhu, ka qenë asket njëri i thjesht, edhe pse qytetar nuk e ka dëshiruar luftësin komunitetin. Ka qenë i drejt, sa që edhe është cilësuar me cilësimin Faruk, dalluesi mes të vërtetës dhe të kotës. Dhe pashtu dhe prej shahidëve, nga se është ngjitur nga zjarputisti e Abdullah al-Majusi në namaz. Është therë dhe Rafidit e qelbur të ndytë këtë Abdullah al-Majusin e konsiderojnë prej trimave më të mëdhaj. Që në libër në tyre sikur të nesi është Sahih al-Bukhariut, ata kanë në Kafin, në kapitullin që flitet për trimat, trimi i parë, për ta është Abdullah al-Majusi, terroristi, kriminali, zjarputisti, i cili bëri akt terror mbi udhëhecin e besimtarëve musliman Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala. Aja shumë që vetën si musliman me hipokrizi, sikur sot që pasus e tij Rafidit e qepur e kanë me bindjes, tukje, shtirjen, disa tjetër paraqiten në media e në publik, e në brendësinë e tyre e në të fshehur aftësirën e kufrit, urrejtjes kundër islamit dhe muslimanëve. Këto të thirrën si muslimanë, ata nuk janë muslimanë, Rafidit nuk janë muslimanë. Me të drejtë, përgjigja e Sheikh Shuaib Arnaut sallallahu e mëshiroft, që kur e kanë pyetje se kanë dhënë për Islamit, Rafidit, ka thonë se kanë hyrë në Islam për në dalë. Ato bindje që ata sot i kanë, ata nuk janë fare në Islam. Kështu që nuk mund të realizohet dalja për atë i cili fare nuk ka hyrë në të. Pra kjo është Omer radhiyallahu ta'ala anhu i përgëzuari me xhenet në këtë botë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çështja e parë që ndërlidhet me këtë hadith është të bëme temën në kapitullin që ka vërtuar mbi pasardhin, është ajo renditja e pasardhisë para namazit. Dhe dietarët e hershëm të shkencës së fikut, siç e kemi përmendur në ligjëratën e kaluar, fikun e ka ndarë në dy kapituj si shkencë në ibadat, në ritualet fetare, që përfshin namazin, agjërimin, zakati, haxhi, kështu me radhë, dhe muamelat, marrëdhëniet reciproke. Dhe prej adhurimeve kryesore shtyllë e Islamit është namazi, e se namazin
ne si besimtarë nuk mund ta kryejmë pa qenë të pasur. Dhe për këtë i parapritet tematikave të tjera në shkencën e fikut, parapritet me kapitullin e pastërtisë. Muslimani duhet me ditë se si me qenë i pastër për me kryer në mënyrë legale, legjislative, adhurimet, cilat kërkojnë pastërtinë e kërkuar me fjalë. Veçse si pastërti kryesore e namazit është abdesti dhe për më kryer si adhurime, jo vetëm namazin, dhe abdesti, i duhet njeti, qëllimi. Dhe këtu është ajo lidhshmëria e hadithit të sinqeritetit me abdestin dhe me adhurimet tjera. Por momentin kur besimtari e mëson këtë hadith, nuk ka nevojë që të sejtet të fillohet në kapitull tjetër, prej kapitullve të shkencës së fikut me përmundësu edhe njëherë hadithin e sinqeritetit që ka të bëjë me mjetin, nga se përmendja e saj në fillim e sqaron se mjeti duhet në çdo vepër që robi e bën, e që ajo vepër është në vetvete adhurim që robi e bën vetëm Allahut të mëdhëshëm. Çështja e dytë që ka lidhshmëri me hadithin e fjalë është vendi i mjetit ku është. Dhe është kusht mjeti në abdest. Pra është obligim qëllimi mjeti kur personi do me marrë abdest. Sa i përket vendit të mjetit, vendi i mjetit është në zemër. Dhe nuk lejohet, madje është bidat rëndësi të thuhet me gjuhë mjeti, të vendosa me marrë abdest, ose vendosa me falë namaz, ose vendosa me agjëru, ose vendosa me kryer haxhin. Çdo vepër që robi me të bën ibadet adhurim, mjetin e bën në zemër. Dikush mund ta lexojë te libri i Sheh bin Bazit për haxhin, se thotë përveç në haxh mjeti bëhet me gojë, këtu nuk e ka shkruar Imam bin Bazi, se dietarët e tjerë e sqarojnë shumë mirë. Imam bin Bazi kur thotë mjeti bëhet me telbije, me gjuhë në haxh, telbija lebejk Allahumma lebejk që bëhet kur fillon haxhi ose umrën, ajo është sikur telbiri fillestar në namaz. Kërkush nuk e gjuhën telbirin fillestar mjet, se mjeti që të bëjë para se me marrë telbiri. Telbiri fillestar është që njeriu aty starton me falin namazin, derisa të jep selam. Edhe telbia është kur startohet me ritualin e haxhit apo të umrës. Dhe mjeti bëhet para telbijës. Prandaj shqiptimi i mjetit me gjuhë është bidat. Se vendi i mjetit është në zemër. Kur jemi te mjeti se a është obligim në abdest, dietarët e marrën në dy mendime. Mendimi i parë thonë se mjeti është obligim në abdest. Dhe të këtij mendimi janë imamët e mëdhaj, Imam Maliku, Imam Shafiu, Imam Ahmedi dhe Davud al-Zahiriu, Allahu mëshiroft. Argumentet e tyre
përmendim fjalën e Allahut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Pra ata nuk janë obliguar për tjetër vetëm që ta adhurojnë Allahun sinqerisht dhe të jenë të fesë së pastër, që është feja e Ibrahimit dhe pejgamberëve të tjerë e Islamit. Wa yuqimu s-salata wa yu'tu z-zakata, pra që të japin, ta falin namazin e të japin zakatin, wa dhalika dinul qayyima. Kjo është feja e mrekullueshme, e drejtë. Prandaj këtu Allahu na bën me dije se neve jemi të obliguar me adhuru Allahun sinqerisht. Dhe njeti, kur është i pastër, ajo argumenton me sinqeritetin e personit në fjalë. Argumenti i dytë është hadithi që jemi në sernësi për hadithi e sinqeritetit. Pra, argument i qartë e që Allahu në fakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se robi i çdo vepre që e bën me qëllim. Edhe shpërblimin e ka në bazë atij qëllimi që ka bërë. Sa përket mendimit të dytë, thonë se njeti është mustahab. Së në mirë me bërë njetin në abdest. Ama obligim thonë nuk është. Ti mendimi është Imam Abu Hanifja dhe Imam Sufjan al-Thawri, Allahu i mëshiroft. Ka marrë për bazë ajetin e 6 të surës Maide, ajetin e abdestit. Allahu thotë ja alladhina amanu, o ju të cilët keni besuar. Idha kumtum ila salati, kur tani për me falë namazin, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Pra lani fytyrat e juaja dhe dorët e juaja. Ila al-miraf, deri te brynat. Wamsahu bi ru'usikum. Edhe me dorë të lagur fërkojni kokat e juaja. Wa arjulakum, e lani edhe këmbët e juaja ila al-ka'bayn, deri në zogun e tyre. Dhe në kryqe poshtë. Pra këtë ajet e ka marrë për bazë Imam Abu Hanifja dhe Imam Sufjan al-Thawri, Allahu i mëshiroft, porse kjo se nuk është përmend, sinqeriteti këtu është përmend rituali i kryerjes çka duhet moloha në abdest. Dhe kjo nuk aludon se nuk bën më po, se nuk ka potencial, nuk mos e bëni një. Është arsye argumentet duhet të bashkohen njëri me tjetrin. Nuk jenë në kontradikt. Ajeti në surën Bejjene, Allahu na ka obliguar që me adhuru Allahun me sinqeritet. Duke qenë të sinqert, me një të pastër. Prandaj mendimi i saktë në këtë mesele është se njeti është obligim në abdest. Duhet ta bësh niyet në zemër, që e duke marrë abdest për me adhuru Allahun e madhërisëm. Çështja e tretë është se hadithi në fjalë na bën me dije se nuk ka vepër pa niyet. Pa mundshme. Çdo një gjë që njeriu e vepron me vetdije duke qenë i vetëdijshëm, ka një qëllim që është duke e kryer atë vepër. Është pa mundshme njeriu me bëni vepër pa qëllim. Edhe ata që thonë se njeti nuk është obligim në abdest, kur i thu pse ka marrë abdest, ajo është në të shumë ka më tonë për namaz. Ndaj djetarët, si që përmendë Shekhu Islam Ibn Taymija rahmetullahi alejhi në Mejmu'ul Fatawa, kanë thonë djetarët
لو كلفنا الله عملا بلا نية sikur Allahu na ndërkonte me një vepër pa niyet, pa qëllim, lekane min at-taklifi bima la yutaq. Ajo do të ishte nga ato ndërkimet përgjithësi të cilat nuk do të mund të njeriu me i kry. Është famshme një vepër vetëm njeriu kur qohet herën natën, ai nuk di çfarë ka vepron. Dikush qohet natën edhe herës. Apo vlet. Apo i çmendur, nuk di shëjtu. I çmendur. Gjithdos. Njeriu i mençur dhe një vepër e që nuk ka niyet në kryen e asaj vepre, është pa realizueshme. Pra, tek hadithi, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, vërtet veprat janë në bazë të niyeteve. Fakti është se çdo vepër e ka niyet. E këtu mund dikush me pas niyetën e keq, dikush niyetën e mirë ka bërë një vepër. Për arsye fjalia më pas, o innama likulli imri'in ma nawa, dhe për secilin takon shpërblimi për atë që ka pasur qëllim, tregohet se qëllimet janë të klasifikuar, të sinqerta dhe hipokrite, jo të sinqerta. Andaj çështja e niyetit në këto dy fjali që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vazhduar me na ilustru me shembullin e hijrëtit. Pra ka sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një shembull konkret. Dhe e ka përmendur hijrëtin. Hijrëti e kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur 3 herë. 3 herë, 2 herë në Abisini dhe 1 herë në Medinë. Dhe hijrëti për Allahun dhe për profetin sallallahu alaihi wasallam, dikush mund me thonë a nuk ka këtu portakri mes Allahut dhe pejgamberit. Dietarët e sqarojnë të thonë se hijrëti për Allahun dhe për profetin, nga se veja është nga Allahu dhe profeti. Kurse gjërat në cilat nuk ka mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bon diç, por ajo është ekskluzivisht për Allahun, atëherë na nuk guxojmë me bon barazim mes Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikur që ka ardhur personi dhe i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Masha Allahu wa shit, çka të thonë Allahu dhe ti. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë, a më krahasova bonit barabartë me Allahun? Përkundrazi, çfarë të të shëroj me të Allah? Ja se caktimet janë ekskluzive për Allahun. Nuk lejohet me barazu krijuesin me krijesën e tij. Por vetëm Allahu. Neve na lejohet renditja pastaj. Kusht Allahu, nuk do të thonë dhe filani, por kusht Allahu pastaj filani.
pastaj, a në do që nuk është i barabartë qaj filoni me krijues. Ama në momentin kur thu Allahu dhe filoni ke parazuar krijesën me krijues. Dërsa çështja e hijrëtit ishte urdhër i Allahut dhe pejgamberit, nëse dini feja e Allahut është ndërtuar në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ky hadith, nëse e marrim në këtë mënyrë, meditorim, është një argument kundër mohuesve të sunetit, që njihen sot si kuranista që e mohojnë sunetin. Ose të çështja e fesë për me legjitimu diç nga feja është çfarë ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këtu janë të barabartë, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka folur nga vetja, por që ka shpallur Allahu. Dërsa pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ato ijtihadate janë mundime përpjekje intelektuale të dietarëve që japin një verdikt, një opinion, një rregull, një vendim fetar, e që mundet me qëllu dhe mundet mos me qëllu. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çështjet e fesë ka qenë i pagabushëm. Që ka folë në atë që ka shpallë Allahu azza wa jalla. Prandaj ky hadith është një prej argumenteve që i hudh poshtë për tendimet e të njohurve të ashtu quajtur kuranista, e që është ndaluar me tonat të sësem kuranista, po janë pabesimtar mohues të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur jemi te hijreti u përmend në këtë hadith edhe për të mirat e dunjas dhe për të martuar me ndonjë grua. Shkoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka krahasuar fitnën e femnës me këtë dunjë. Se njeriu mund ta humbë pasurinë, mund ta humbë pushtetin, mund ta humbë dunjën e vet, por unë zotë dhe fitnë e vet për shkak të femës. Prandaj sinqeriteti e dallon të veprën e njeriu, jetë i mirë, e dallon të veprën e që e klasifikon si vepër e mirë nga e vepër e cila nuk e ka jetën e mirë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shembull konkret të hijrëtit. Dhe e bërë me dije, gjithë atyre që bën hijrët. Dhe se këni bo për Allah në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hijrëti u është për Allah në pejgamberi, për dinin e Allah. A nëse këni bo për interesat të saj dynjare që e bote, apo për në martumen e temën, hijrëti bile në fund të hadithet pejgamberi se përmeni ma, po hijrëtin e keni për atët që e keni bo. Dhe mos përmendja e dënjas pra dhe e gruas është se ato nuk kanë kur farë peshe për të mirë të ka Allahu azza wa jalla. Se pesha madhore e veprës së hijrëtit është ajo që kryhet për hir të Allahut. Me jetë me sinqeritet të mirë. Njëjtë është edhe azhërimi. Besimtarët sinqert fillojnë Ramazanin për me adhuru Allahun azza wa jalla. Po ka dikush që e fillon po të po agjeroj pas e ka inuin këtë familjes në me të dhuna jasë, s'ka lidhe me pesë, po agjeroj sot e moj trupin mi të pësone. S'ka shpërbim të Allahun. S'ka njetin me adhuru Allahun. Aja ka njetin me agjeru për me moj të mjede trup, apo për më të pësu. Kështu është edhe me ata që kërkojnë të gjithë.
që kërkojnë të drujnë për hirë të Allahut, e kanë shpëtimin, pa me dyshë të Allahut zërë. Ata që e kanë qëllimin me kërku të drujnë që me nëzon, me memorizu një ori e dije, në vetën e tyre, e që pasaj me dalë para njerëzve me thonë që kuj me që me nëzon pozit e shumë ratë, kë ka tërguar e pozit. Në të shki sinqer në Zotin e vetë. Llojet e hijretit. Kemi 3 lloje të hijretit. Pra hijret, emigrim. Dhe më thonë, me dalë për një vendi, për një pozite, dhe një vend tjetër, dhe një pozit tjetër. E para është nga vendi. Qoftë prej vendit të kufrit, për tek vendi islam, qoftë prej vendit ku bëhen mëkatet e mëdha, të shpërndarë, tek vendi ku ka njerëz që e adhurojnë Allahun azza wa jall, vend me plot devotshmëri. Pra, në momentin kur njeriu të rrezikohet feja, ai ka obligim me shku në vend të rrezikohet, me bëj gjatë të vend. Qoftë në vend i kufrit, apo vend i mëkateve të mëdha. Nëse muslimanit të komunë me shku në vendet e muslimanëve, atëherë duhet të organizohen me jetën këtyre që e kanë fetare, të fuqizojnë bashkimin e tyre, në mbrojtjen e fesë, kulturës së vet, dhe nuk e rrezikohet nga ligjet e atij shteti ku jetojnë, atëherë vazhdojnë me atjetesë, përderisa nuk e rrezikohet feja. Edhe të vendet e mëkateve, nëse dinë se nuk ka mundësi dhe vetëm i dobësohet imani e leja rrugë zotëron në ju, atëherë ka obligim edhe të vendet që duhet vjetin musliman, për shumë të vend tjetër musliman që nuk kemë përhap me alkoholi, burgëria, homoseksualizmi, shumë në radhë, dhe thonë vepra që në vend tonë cilësohen mëkat. E të meru i fejë, e lenat vetë, shkën në një vend ku adhurot Allahu, dhe në është të përhapën, udhëzimet të nërë, të shumë të njerëzit. Por, nëse din se ai mund të jep kontribut në përmirësimin e gjendjes fetare të shoqëria, aja ka të ndaluar me thonë të shëkit vend. Se nga bëhen gjinohat të mdoja, e për i jo t'jeti obligim për me shëtru aty me të mimitit njerëzit, me amësu njerëzit feje. E jo me nëshua vend, e njerëzit me lanë në rësirën e botës së të të mëkateve. Por me përnu mu po thërës për tek Allahu, azza wa jalla. Lloji i dytë i imigrimit i hijretit është nga vetë. Pra nga mëkatet tek veprat e mira. Ka qenë ke pia alkoholi, bëhat me dije se alkoholi është vepër e dytë të ka ndaluar Allahu për ke vazhdu pra duke ditë të duke qenë i pitën se është haram, po s'ka me lëmë shefi me ndërprej, e ki vazhdu haram. Edhe vjen momenti që duhet vendosësh i lëmi ai që e len këtë gjuna edhe në veprat e mira. Ke qenë që s'ke falë namaz, dohet me dije se i gjithë qysh me falë namazën. Del nga mos falë, nga gjendja mos faljes, dhe gjendja e faljes namazën. Motra cila nuk e ka mbulesën,
e din edhe i bëhat me dije e sjarohet se për ty është ma mirë polesa, e lem gjendjen nga zbulimi, hyrë në gjendjen e mbulimit. E kështu me radhë pra, njeriu largohet nga veprimtaria e dytë të mëkateve në kapitullin e ri të pasojisë së veprave të mira. Dhe kategoria e tretë, largimi nga personat të cilët ta dëmtojnë fenë. Ka se personi është e fenë e shokut të vetë, pra nga pabesëmtari, nga bidatxiu, nga mëkatari, tek shoqëria e mirë. Njeriu duhet mundoj domosdoshmërisht me pas shok, mik, një person i cili e këshillon për hir të Allahut. Që po të rrinë me ta, zemri bëhet mal nga aspekti i besimit. Edhe i doket zjatë, nëse dhe rrinë vetëm një pjesë ditës ka të. Pra shoku i mirë i cili e këshillon për hir të Allahut, të ndihmon për hir të Allahut, i del në gra për hir të Allahut, e kritikon për hir të Allahut, se shoku i mirë nuk kritikon në shtypje. Kritikon të vjen i vetë, çdo këshilla e mirë, kritika e mirë. Prandaj, muslimani nuk duhet të jetë pabesimtar që unë e Zot duke i forta në herë për kufrin, e i fut dyshime në besim, e po shak me lënë prej feje. Apo bidatxiu i cili i jep bidate, e bën për me lënë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se bidate nuk është gjë e thjeshtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ne për çdo gjë të realizojmë, çdo bidat është humbje dhe thithje. Duhet kemi kujdes nuk dhe bëjmë shok e mik, dhe bëjmë po shoqëro. Edhe me këtë mëkatare, i shturë, pejme në kojë, apo të bëjmë si nga, që shkorin me ta, nuk vjetë marë të turë, në dhejtë me një kërkuar, me një situacion, para nënës nëndër, para babës, para gruas, para bajzës, shokje, përvarë, i të vetë të ndërshme me pas një shoqe e cila pa vjen e turbit bën prostitucion, zina, ku është karakteri, ku është xhelozia, ku është marrja të këfëmi. Vetëm me të pa njerëzit duke përshëndet, kanë me thonë shapat se e përshëndet. Du të ketë rregulla se si kryen raportet me botën e jashtme, me shoqërinë. Dhe nëse ke qenë një person në mëkate, ke po mëkate, ke pije alkool, ke nejtë me shoqërinë që edhe ata kanë pije alkool, jetë Gjarkovi se shoqëria se prapë kanë të kthyer alkoolin. Gjerë shoqëria që e urrejnë alkoolin. Ke qenë muzikant, e kilon muzikën, ka për me njerëzit që adhurojnë Allahun sinqerisht. Mos i jep hapësi njerëzve që kanë marrë me ta rikujtu të kaluarën tonë, se sa i pamë shumë e tonë. Këtëre, sa e famë, ka me përfundu me dhonë në shpirë. Lumë të ata që kërkojnë famën e krenarinë, që të t'ja adhurojnë Allahu në ahiret në mshëshmëri. E jo që të japi njerëzit një famë në këtë botë, e që përfundan me datën e shpirë. Prandaj nëse do me qenë i shpëtum nga e kaluar e jote, i ikë të një shoqëri që e adhurojnë Allahun, për në shoqërinë e re, që t'jep energji pozitive dhe
dinamike, për hapa drejta më i suksesshme në ahiret. Personi i cili i mbyti 100 veta shkejtar i dishmi për vendese, po ka vendese. Me lanë vendin e krimit më shku në vendit ku adhurohet Allah. Se njerëzit ta kujtojnë, dhe nuk të konë shtu të shtute. Bajt presjan, ti është më i qenë. Edhe shok, e kësi, kanë mundu me të adhonë prapë të keqen. Dhe largimi nga shoqëria e dëmshme është e domosdoshme nëse ti të merujt karakterin, moralin, etikën tënde. Ka që person të vëllezër lutë Zotin më dërshëm, në vejtë atyre që ndjekin udhëzimet kuranore dhe profetike, lutë Zotin më dërshëm të mëshirit të veprit tanë, të mëshirit të smundit tanë,